Qytetarët të Vlorës protestuan këtë të hënë përpara Bashkisë së Vlorës, ku kërkuan zgjidhje të situatës së furnizimit me ujë. Qytetarët u mbështetën në këtë protest nga anëtarë të Këshillit Bashkiak të Vlorës, përfaqësues të partive opozitare, si dhe nga drejtues e përfaqësues të tjerë të Partisë Demokratike dhe partive aleate. Në protestën për mungesën e ujit të pijshëm përpara Bashkisë së Vlorës, ishin edhe shumë emigrantë të cilët kishin ardhur për të kaluar festat e fundvitit në Vlorë. Me thirrjet "Duam ujë", qytetarët kërkuan përgjigje dhe zgjidhje të kësaj situate nga Bashkia e Vlorës. Në për ujë, në s'kemi ujë, në këtu të kajo në gjyqi vjetër. Në me të ketë në jarë bidona me ujë. Me të ketë, me merë ande, merë këte, merë. Në s'kam as makina, as gjë, në kam edhe plakën, në 92 vjeqe, as gjënë, as nuk shë. Ja si qësë njëzit tu, për ujë, për qarë. Për ujë, për është ore, nuk është se është problemi për të pirë, po është problemi për larje, për gjera këto. Se për të marë ujë për të pirë, do vete dikun burimeve, andeja. Po është problemi për larë. Për s'ka ujë, për qa vim, për ujë vim, që do shikojmë a janë të bukur këta këtu, për ne i dim sa të bukur janë dhe sa të mirë janë, që kemi 5 ditë u qelë dynjaja, mos të flasë dhe një fjallë që nuk e përmarën dhe fjallori im. Vete paguaj energji, na, të atja faturën, 70.000 lek për muajnë në ndorë. Urdro, 70.000, na, shikoj këtu sa e ka. Shumëzoj mblidhe 66.000 lek. 66.000 lek në muaj. Që kam jetuar shtetit nuk kam paguar kur mi 50 euro. Edhe thonë pasaj qa kërkoj. 5 ditë pa ujë, u qelë Vlora. Sa kam vaj që të gjithë qytetarët e Vlorës, 4 dhe më shumë. Sigurisht, duke bleru edhe me rezervat që kishin, sepse akoma janë boljerët këtu. Dhe është të mërshme, dhe nuk dalin fare që të bëjnë diçka, të tregojnë thjesht për një tub të vjetër, që nga i viti 2009, ndërkohë që shqepu rruga një 5 herë të mira, dhe atë tek tub të 2009-ës, çuditërisht, ustallarët, të cilët ne i paguajmë me taksat tona, nuk e pas kanë parë. Dhe kur e kanë vënë, nuk e kanë marrë parasysh që ky do ishte që do prishin në inditas, në një pjesë këmbimi as asnjë gjë. E kanë vënë të pavdekshëm atë tubin. Çka ka bërë gjithë Vlora, ka bërë dhe ujë. Pa ujë. E kemi blerë, e kemi marrë atje, te burimi, të kemi bërë. Jemi qelbur me pak fjalë. 40 vjet pa ujë. Me botë. Qa do bëjmë, do kërkojmë ujën, qa do bëjmë? Do rezistojmë. Po vemi 4 ditë dhe është problemi më jetik për njeriun. Me keqare po e them, do na blokojnë edhe banjat. Do më dhënë tur për shta themi, po blokojnë edhe banjot. Nuk duam ujë për të pirë, po duam ujë për të larë. Për të mbajtur, është jetike për njeriun. Me bidona në duar, qytetarët e revoltuar marshuan në këmbë në drejtim të zonës së Kapelës për të vijuar protestën e tyre. Në shenjë proteste, u ulën në rrugë. Protesta vjoj për disa minuta në sheshin përpara Kapelës pranë muzeut, ku bllokua për disa minuta edhe qarkullimi i automjeteve. Më pas, protestuesit janë shpërndar paqësisht.